Unë besoj që majoranca do bëjë një provë të fundit që ta çojë për interpretim në Komisionin e Venecës. Por e dini, Komisioni i Venecës nuk ka fuqi ekzekutive, ka fuqi këshilluese. Po. Dhe ajo me morinë e çështjeve shumë të mëdha që ka, unë besoj që do vënoj jashtëzakonisht shumë. Pra, deri në kuadrat e shtyrjes? Po, besoj kështu do të veprojë edhe majoranca, do përpiqet jashtëzakonisht që ta shtyjë pafund çështjen e zonjës Balluku, dhe në mendimin tim zoti Rama nuk është e largë dita që do bëjë një rikonceptim të ekzekutivit të tij. Megjithse ju e dini, ata nuk kanë mbushur që nga shtatori, në mos gaboj, janë gati 6 muaj, por mos u çuditni që zoti Rama të përgatitet për një rikonceptim të ri të ekzekutivit të tij. Dhe me këtë rast mund të marrë pak oksigjen për çështjet që lidhen me zonën Balluku në të ardhmen.